dhe i Kishës Ortodokse Autokefale të Shqipërisë, është një ndër linderit më të rëndësishëm të Kishës Ortodokse, është një europeist me një kulturë shumë të madhe, i ka kushtuar gjithë jetës e tij ringritjes së Kishës në Shqipëri. Disa për nesh kanë mundur ta shohin nga afër këtë në katedralen e mrekullueshme ortodokse në Tiranë, pra fort lumturia juaj, fjala është për ju. Faleminderit për fjalët tuaja të njerëzishme, shkëlqësi, presidenti Shqipërisë, presidenti Malit të Zi, fort lumturi, eminenca, të dashur vëllezër, udhëheqës të kishave të ndryshme, të krishterë dhe të besimeve të tjera të botës, ministra, deputet. Është më e thjeshtë të them të dashur vëllezër e motra. The most tragic violence dhuna më e tmerrshme sot dhe përdorimi i gabuar i fjalës paqe nga ana atyre personave që nuk besojnë në paqen, megjithatë dëshira njerëzore për paqen në botë, për bashkëjetesën paqësore mbetet, reziston dhe çdo përpjekje për të ripërtërir interesin për paqen dhe thellimi i domethënies së tij është një kontribut i vlefshëm për njerëzimin. Konferenca jon dhe lavdërojmë për këtë hyn i përket kësaj kategorie. Është një gëzim dhe është një nder për Kishën Autokefale Ortodokse të Shqipërisë të jetë pjesë e organizimit të këtij takimit ndërkombëtar për paqen së bashku me komunitetin e Sanedjidjes dhe së bashku me konferencën ipeshnore të Shqipërisë. Dhe para çdo komenti tjetër do të donim të shprehnim falënderimin më të thellë për të gjithë ju pjesëmarrës që e pranuat ftesën tonë për të qenë këtu. Paqja e hyjt më e vlerëshme se mund ta mendojmë, le ta mbush jetën e gjithkujt dhe të mund të ndriçoj zemrat tona gjatë kësaj konference. Siç është e ditur, është thënë, u tha në fjalët që u thanë më parë, Shqipëria ka jetuar shumë prova përgjatë shekujve, në mënyrë të veçantë, një përndjekje të gjatë ateiste, por nga viti 1991 megjithatë, ajo e ka përqafuar lirinë fetare dhe bashkëjetesën paqësore mes bashkësive fetare, madje edhe me ata që nuk besojnë dhe që nuk ndjekin asnjë besim fetar. Kujtimet e dhimbshme të dy luftrave botërore dhe të konflikteve në Ballkane, në përfundim të mijëvjeçarit të dytë kanë rritur dëshirën për paqe në të gjitha format e saj. Titulli dhe tema i kësaj konferencës sonë, paqja është gjithmonë e mundshme, është dinamike dhe është optimiste. Nga informacionet që na mbërin përmes mediave të ndryshme, na flasin për konflikte të tmerrshme, të cilat ndodhin aktualisht në vende të ndryshme të botës dhe përhapin një hije mbi mundësinë që në botë ekzistojë vërtet paqja. Kjo
na çon që të shtojmë një pikpyetje në fund të titullit ton. Paqja është gjithmonë e mundshme? Me këtë realitet të pasigurt, të paqartë, punimet e këtij takimi, e kësaj konference, sigurisht do të ndihmojnë në një kërkim të propozimeve kreative, krijuese për arritjen e paqes. Si një hyrje të shkurtër, unë do të doja të nënvizoja 5 pika. Së pari, për ta bërë të mundur atë çka duket e pamundur, pra fitoren e paqes botërore, bashkësitë fetare luajnë një rol themelor. Kanë një rëndësi të madhe dhe ndjekësit e tyre nga besimi, nga bindjet fetare, ata mund të thithin, mund të gjejnë aty pra një mbështetje ose edhe arsye për mos ta mbështetur paqen, si në rrafsh vendor ashtu dhe global, pra është shumë e rëndësishme që të ekzistojë paqja mes besimeve fetare. Çështja e paqes mes feve dhe dialogut është shumë e ndërlikuar dhe flitet për sinkretizëm në këtë rast, pra për respekti vërtet për lirinë fetare të çdo qenie njerëzore, për dinjitetin njerëzor të çdo qenie njerëzore, është themeli i fortë, i qëndrueshëm i bashkëjetesës paqësore. Ekzistojnë elemente të rëndësishëm në doktrinat e feve, besimeve të mëdha fetare dhe këto duhet të zbulohen, duhet të përdoren dhe duhet të prodhojnë diçka në mënyrë që paqja botërore të bëhet e mundshme. Zërat e paqes, të cilat lindin në mushkëri të besimeve fetare, duhet që të shfaqen në mënyrë konstante të vazhdueshme përmes predikimeve dhe përmes çdo lloj komunikimi, çdo nismë për paqen mes besimeve fetare dhe kulturave, sigurisht që do të na ndihmojë që ta arrijmë këtë objektiv. Ne jemi mirënjohës për gjithë këtë betejë, për këtë luftë për të mbërritur këtë objektiv. Jemi mirënjohës sidomos komunitetit të Sant'Egidios për përpjekjet e veta sistematike për gjatë këtyre 10 vjeçarëve. Së dyti, ndërgjegja fetare në format e ndryshme që ka aftësinë të kontribuojnë në mënyrë të ndryshme në zhvillimin e prirjeve paqësore dhe në promovimin e paqes në nivel vendor dhe global. Në pjesën më të madhe të traditave fetare, ne gjejmë para së gjithash një ndjenjë të brendshme të paqes. Së dyti, ne gjejmë aty një sens të mos sulmit dhe së dyti kërkimin e marrëdhënieve paqësore me realitetin më të lartë. Përfshi sensin personal ose jo personal të hyjt. Së katërti, parimet fetare përforcohen nga dëshira për ta përforcuar pra bashkëjetesën paqësore me çdo grup social dhe së fundmi përpjekjet arrin objektivin për të shkuar përtej kufive të bashkësisë fetare për të mbërritur tek njerëzimi mbar. Përgjegjësia bie mbi ata persona të cilat besojnë në hyj, në mënyrë që ata të na çojnë në një teologji
paqësore dhe antropologjike të njeriut dhe të përqëndrojnë tek kjo burimet dhe faqet më të mira të traditave të veta fetare, duke nënvizuar detyrimin për çdo person që ta kundërshtoj dhunën dhe të punoj për pajtimin dhe për një paqe që të zgjas në kohë mbi tokë. Brezat e rinj në mënyrë të veçantë kanë nevojë për një edukim të ndërgjegjes personale për paqen, që mund të ushqehet dhe frymëzohet nga burimet e besimeve fetare. Pika e tretë është kërkimi i paqes, që kërkon, që presupozon mbrojtjen e qëndrueshme të vazhdueshme të drejtësisë, dhe unë për t'i bërë pak drejtësi vetes kam nevojë të pi pak ujë. Always throughout the span of the century. Gjithmonë, gjatë shekujve, në veçanti, në kohët tona, sot, marrëdhënia që ka paqja me drejtësinë nënvizohet në shumë tradita fetare, kjo lidhje ushqehet, përforcohet dhe dëshira e sinqertë për paqen, qoftë kjo në rrafsh vendor apo global, merr domethënien e një dëshire dhe një lufte të qëndrueshme, të vazhdueshme për drejtësinë. Një botë e padrejtë nuk mund të jetë një botë paqeje. Sot paqja dhe drejtësia kanë përftuar një tjetër sinonim, që është zhvillimi. Të gjithë ne mund dhe duhet të punojmë për zhvillimin e zonave më të varfra. Varfëria është dhuna më e keqe, kur personat që ne i kemi pranë apo larg janë të privuar nga nevojat themelore, bazë për vetë mbijetesën e tyre. Këta persona ata përqafojnë një mendim fetar ekstremist në mënyrë që ata mund të mrinë në një shoqëri të drejtë dhe ndonjëherë aty ata zbulojnë arsye vdekjeje, jete apo vdekjeje. Dhe kjo na sjell përfshin problemin e terrorizmit që kohët e fundit është rritur. Ne besojmë se shoqëritë perëndimore, të cilat kanë fuqi ushtarake, politike, shoqërore për krijimin, për ndërtimin e paqes, duhet të rishohin përgjegjësitë e tyre me një qartësi më të madhe dhe duhet të punojnë në një përmas globale. Paqja dhe siguria do të ndërtohen përmes kujdesit për drejtësinë sociale dhe zhvillimin e shoqërive më të varfra. Do të ishte diçka tragjike nga pikpamje shpirtërore, por edhe politike, që nëse për shkak të indiferencës dhe të arrogancës do të lejohej një proletariati të ri shumë formësh përmes abuzimit dhe arrogancës apo përdorimit të gabuar dhe të rritej ky përmes padrejtësisë. Pika e katërt. Diçka që shpesh injorojmë, ndërsa është shumë e rëndësishme, është ndërgjegja fetare, është e thirrur që të thotë, që të afirmojë se paqja lind nga brenda. Në thellësi të ekzistencës fetare lidhet me përvojtërinë, me faljen, me lirinë nga urrejtja, ashpërsia dhe xhelozia.
lullëzon në bashkimin e vazhdueshëm të qëndrueshëm e hyjnë e paqes dhe në veçanti domethënia e krishtere paqes së brendshme është më e thellë nga apatia e stoikëve. Nuk kufizohet me pasivitetin. Ruajtja e paqes së brendshme do të thotë të mund të jetosh me të tjerët. Nëse është e mundur aq sa varet prej nesh, jini në paqe me të gjithë njerëzit. Pika e 5. Në fund të çdo analize, e kundërta e paqes, e çdo paqe nuk është lufta, por egocentrizmi. E kundërta e paqes nuk është lufta, por egocentrizmi. Individual, kolektiv, etnik, apo racial qoftë ky. E justifikon dhunën që e vret në mënyra të ndryshme paqen. Kjo është nxitja për konflikte të mëdha e të vogla. Kjo është arsyeja pse ndodhin bombardimet kundër njerëzve dhe kundër bashkësive me urrëtie. Dhe antidota, pra ilaçi për egoizmin, nuk janë këshilla etike apo ligje abstrakte, apo ide mekanike, por është përforcimi i dashurisë. Një dashuri me shumë përmasa, që është e pastër zhveshur nga interesat vetjake, që ushqehet me ofrimin e vetvetes, nuk kufizohet nga paragjykimet apo nga ide të tjera, mundësitë e pafundme dhe kontributi i një ndërgjegje fetare të shëndosh gjenden këtu. Pra, duke garantuar paqen edhe gjatë konflikteve të gjata në kohë. Këtu e gjejmë kohën e pajtimit edhe të paqes. Ne e dim që në traditën e krishterë dashuria është hyj, dhe ata që qëndrojnë në dashuri, qëndrojnë në hyj, dhe hyj qëndron në ta. Fuqia e dashurisë në fund fiton mbi dashurinë për pushtetin që shkatron paqen. Të dashur vëllezër dhe të dashura motra, më falni për lodhjen këtë mbrëmje, unë do të doja t'ju falenderoja për durimin tuaj dhe shpresoj dhe lutem që përmes prezantimeve, fjalimeve, kumtesave, debateve, gjatë këtij takimi ndërkombëtar për paqen, ne do të gjejmë material të çmuar për të kuptuar në mënyrë më të thellë dhe të analizojmë më mirë argumentin themelor të konferencës son, që është ai të propozojmë dhe të kuptojmë këtë të vërtet themelore, që paqja është gjithmonë e mundshme, edhe kur gjendemi në vështirësi të mëdha. Faleminderit. Now we are glad to listen